Ka patur pasoja sulmi i Iranit në Izrael në civil? Ka pas, po. Jo, ka pas, nuk thuhet do të është numër tragjik apo jo tragjik, se është tragjike çdo jetë njeriu që humb, çdo lloj vendi, si në Iran edhe këtu në Izrael, po që si thon, po ta konsiderosh numrin e raketave që janë lëshuar nga Irani dhe ato që kanë rënë edhe kanë bërë dëme, jemi me fat se është numër jo i konsiderueshëm, se kanë rënë pardje ishte në një lagje të Jeruzalemit që vdiqën 9 veta nga një raket që preku një zonë të banuar, dhe para disa ditësh ishte në Tel Aviv, po ashtu. Nuk dëmet mëdha nuk ka pas, po që se jemi me fat që kemi dhe mbrojtjen ajrore, por që nuk e di, shpresoj që se lufta nuk ka mbaruar akoma dhe shpresoj mos ketë dëmet më të tejshme. Çfarë do të thotë për shqiptarët në Izrael, por edhe për vetë izraelitët, rënja e regjimit të Iranit, Gjergji? Rënja e regjimit të Iranit është një ndjenjë, një lirie më shumë për ne. Ajo që thatë juve në fillim, pra. Po, është një ndjenjë lirie më shumë që njerëzit nga qa shikojmë edhe nga lajmet edhe shumë informacione që marrim, shumë iranian ka atje që edhe përkrajnë sulmin e Izraelit dhe të Amerikës në Iran që po mundohen që ta hedhin regjimin terrorist, mund ta themi, që është në Iran në fuqi sot. Dhe kjo është edhe një ndjenjë gëzimi kur shikon që ka edhe një përkrahje që thua që mendojnë njerëzit që nuk jemi kundra gjithë popullit, se populli na përkrah, po jemi vetëm kundra regjimit. Prandaj dhe kjo i jep dhe fuqi edhe njerëzve dhe presidentave, kryeministrave tonë që të vazhdojnë edhe këtë sulm derisa të arrijnë si thonë, rezultatet e tyre. Keni kontakte të tjera me qytetarë shqiptar? Kanë shfaqur ata probleme? Unë kam njoh shumë persona shqiptar këtu. Probleme nuk kam dëgjuar që ka pasur, thjesht është ajo, si sa thash, është ajo frika se janë me kalamajt friksohen kur dëgjojnë sirenat gjithmonë ose kur dëgjojnë zhurmat e raketave që flasin në ajër se dëgjojnë sikur janë mbi kokën tonë. Dhe kjo është i gjithë problemi me kalamajt më shumë, domethënë nga friksimi kur fillojnë i qajnë e bëjnë. Po problemet të tjera nuk kam dëgjuar që kanë hasur.